Turizmi në Gjirokastër po pasurohet gjithnjë më shumë me aktivitete që ndërthurin natyrën, aventurën dhe traditën. Ditë më parë kanë nisur shëtitje turistike me kuaj, një eksperiencë që po tërheq interesin e vizitorëve vendas dhe të huaj. Udhëtimi me kuaj në zonat karakteristike të Gjirokastrës është kthyer tashmë në një brez të veçantë për turistët, të cilët kanë mundësinë të eksplorojnë peizazhet natyrore dhe bukuritë e turizmit rural në një mënyrë ndryshe. Hipizmi dhe kalërimi po pasurojnë guidat turistike të zonës, ndërsa promovojnë vlerat natyrore, traditën dhe kulturën lokale. Përmes këtyre aktiviteteve, vizitorët njihen më nga afër me jetën rurale, shtigjet malore dhe mikpritjen karakteristike të jugut të Shqipërisë. Operatorët turistik shprehen se interesi për aktivitete të tilla është rritur ndjeshëm, duke e kthyer hipizmin në një atraksion të rëndësishëm për zhvillimin e turizmit në Gjirokastër, veçanërisht gjatë sezonit pranveror dhe veror.